Dashi. Sot, energjia e re fillon të lulëzojë në jetën tuaj, duke ju sjellë një ndjenjë të freskët, optimizmi dhe shpresë. Përqendrohuni në komunikim të qartë me të dashurit tuaj, sepse sot është një ditë ideale për të forcuar lidhjet. Në punë, qëndroni të hapur ndaj ideve të reja dhe mos hezitoni të ndani mendimet tuaja me kolegët. Një mundësi financiare e paimagjinuar mund të shfaqet, prandaj qëndroni vigjilent dhe i përgatitur për të marrë vendime të zgjuara. Mundohuni t'i përkushtoni pak kohë vetes, ndoshta një shëtitje e qetë në natyrë do t'ju mbush me energji pozitive. Kujdesuni për shpirtin tuaj me dashuri dhe mirënjohje, sepse sot universi duket se është në anën tuaj. Ndjeni fuqinë e transformimit. Demi. Sot, energjitë qiellore ju ftojnë të ngadalsoni ritmin dhe të reflektoni mbi përparësitë tuaja. Në dashuri, një bisedë e thellë me partnerin tuaj mund të sjellë qartësi dhe harmoni. Nëse jeni beqar, mos nxitoni, pasi fati do t'ju dhurojë momentin e duhur për t'u lidhur më fort me dikë. Në punë, qëndroni të përqendruar tek projektet aktuale. Angazhimi juaj i palëkundur do të vlerësohet së shpejti. Financat po përmirësohen ngadalë, por sigurt, prandaj shmangni shpenzimet e panevojshme dhe kurseni për të ardhmen. Ndihuni të lirë të shijoni momentet e vogla të ditës, si një kafe në ngrohtë ose një libër i mirë. Ndjesia e paqes do të mbush zemrën tuaj dhe do të ushqejë shpirtin tuaj krijues. Binjakët, sot është dita ideale për t'i dhënë më shumë vëmendje marrëdhënieve personale. Nëse zemra ju flet për dikë, është momenti për t'i shprehur ndjenjat me sinqeritet. Në punë, idetë e reja që po përpunoni do të kenë ndikim pozitiv, por është e rëndësishme të mos e nxitoni procesin. Merrni kohën tuaj dhe besojini intuitës. Financat kërkojnë një qasje të kujdesshme, shmangni shpenzimet impulsive që mund të ngarkojnë buxhetin. Nëse ndjeni të lodhur, gjeni kohë për një pushim të shkurtër me muzikë ose një libër të pëlqyer. Sot do të zbuloni se sa e rëndësishme është të kujdeseni për mirëqenien tuaj emocionale. Lejoni vetes të ëndërroni, por mos harroni të qëndroni me këmbë në tokë. Daforia. Sot, emocionet do të jenë në qendër të vëmendjes tënde. Një ndjenjë e thellë lidhje me të dashurit do të ngrohë zemrën. Merr kohë për të dëgjuar ata që do me kujdes, pasi lidhjet e forta ndërtohen mbi mirëkuptim dhe mirësjellje. Në punë mund të ndihesh disi i ngarkuar, por qëndro i fokusuar te detajet dhe do të zbulosh zgjidhje kreative. Financat janë stabile, por ki kujdes me shpenzimet e vogla që mund të grumbullohen. Dhuroni vetes dhe të tjerëve momente mirënjohjeje, duke krijuar një atmosferë harmoni. Në mbrëmje, një ecje e qetë në dritën e yjeve mund të sjellë qetësinë e shumë dëshiruar. Beso në intuitën tënde dhe mos hezito të ëndërrosh për të ardhmen. Luani. Sot, zemra juaj kërkon përqafime të ngrohta dhe momente të veçanta me ata që doni. Një bisedë e sinqertë me partnerin tuaj mund të ndriçojë rrugën drejt një mirëkuptimi të thellë. Në punë, përgatituni për sfida të reja që kërkojnë kurajen dhe kreativitetin tuaj të famshëm. Mënyra se si ju përballeni me to do të lërë një përshtypje pozitive të epronët. Financat mund të kërkojnë një qasje më të kujdesshme sot. Planifikimi i detajuar do t'ju ndihmojë të shmangni stresin e tepërt. Merrni kohë për të medituar dhe për të rimbushur energjitë tuaja. Një shëtitje në natyrë mund të jetë burimi i frymëzimit që kërkoni. Kujtoni gjithmonë se qëndrueshmëria dhe dashuria janë burimet tuaja më të fuqishme. Virgjëresha. Mëngjesi fillon me një ndjenjë të thellë reflektimi dhe qetësie. Sot është një ditë e përshtatshme për të rishikuar qëllimet e tua dhe për të bërë plane të reja. Në dashuri është koha ideale për të shprehur ndjenjat e tua me sinqeritet dhe për të dëgjuar me kujdes partnerin. Nëse je në një lidhje, një bisedë e hapur do të sjellë afërsi të reja. Në punë mund të paraqiten mundësi për të marrë pjesë në projekte interesante, ndaj mos nguro të tregosh aftësitë e tua. Financat kërkojnë kujdes, shmang shpenzimet e tepërta dhe bëj plane për të ardhmen. Ndjesia e përgjithshme është optimiste, me një prekje magjike që të nxit të qëndrosh i hapur ndaj ndryshimeve pozitive. Peshorja. Sot ndjenjat janë në qendër të vëmendjes tuaj, duke kërkuar një balancë delikate. Kujdesuni për marrëdhëniet intime, duke u treguar empatik dhe i dëgjueshëm. Kohët e fundit mund të jeni ndjer pak të shpërqendruar në punë, por sot do të gjeni një energji të re për të zgjidhur sfidat që keni përballë. Mos harroni të jeni të kujdesshëm me shpenzimet dhe të mos merrni vendime të nxituara financiare. Një strategji e menduar mirë do të jetë vendimtare. Relaksohuni me një mbrëmje të qetë në dritën e një qiriu, duke reflektuar mbi arritjet e fundit. Lërini instinktet tuaja të drejtojnë rrugën në çështjet personale. Sot lejoni veten të përjetoni çaste të vogla lumturie, duke e lënë zemrën të udhëheqë ritmin. Akrepi. Dita e sotme sjell një ndjesi të veçantë reflektimi.
Në dashuri, është momenti i përsosur për të dëgjuar me vëmendje dhe për të treguar dëmshuri ndaj partnerit. Lidhjet tuaja mund të ndriçohen me biseda të sinqerta. Në punë, energjia juaj fokusohet në detaje, duke sjellë përparim të qëndrueshëm. Mos hezitoni të merrni iniciativa që do të sjellin rezultate pozitive. Financat duken të qëndrueshme, por qëndroni vigjilent ndaj shpenzimeve të panevojshme. Një investim i vogël në veten tuaj mund të japë frytet e dëshiruara. Kujdesuni për mirëqenien emocionale duke u relaksuar me aktivitetet që ju sjellin paqe. Në këtë ditë, gjithçka është në vendin e duhur, ju duhet vetëm ta përqafoni plotësisht këtë harmoni. Shigjetari. Sot do të ndjeni sikur keni një energji të veçantë që ju shtyn drejt përmbushjes së ëndrave tuaja. Në sferën e dashurisë, komunikimi i hapur do të sjellë afrim dhe mirëkuptim me partnerin. Për ata që janë beqar, një takim i papritur mund të ndesë një shkëndijë të re. Në punë, vëmendja ndaj detajeve do t'ju ndihmojë të dalloheni dhe mund të fitoni respektin e kolegëve. Mos keni frikë të propozoni idetë tuaja, pasi ato mund të çojnë në sukses. Financat tuaja janë në gjendje të qëndrueshme, por është mirë të shmangni shpenzimet e pamenduara. Besoni në aftësitë tuaja dhe ndiqni intuitën. Në fund të ditës, meditimi do të sjellë qetësi dhe do t'ju ndihmojë të gjeni ekuilibrin e brendshëm që kërkoni. Britsjapi. Sot është një ditë e mrekullueshme për të ndarë mendimet me ata që vlerësoni. Zemra juaj është e hapur për dashuri dhe mirëkuptim. Mos keni frikë të tregoni ndjenjat tuaja. Partneri do të jetë më pranë jush. Në punë, një projekt i rëndësishëm mund të përparojë më shumë se sa prisnim. Tregoni durim dhe përkushtim. Shpërblimet do të vinë në kohën e duhur. Në financa, ruani ekuilibrin dhe shmangni shpenzimet e panevojshme. Kujdesi për buxhetin tuaj do t'ju ndihmojë të qëndroni të qetë. Sot është koha e duhur për reflektime të brendshme dhe meditacion. Gjithashtu, do të ndjeni të rilindur pasi të kaloni pak kohë në natyrë. Vazhdoni me ritmin e zemrës suaj dhe besoni në rrugëtimin që keni zgjedhur. Ujori. Dita e sotme mund të sjellë një rrezatim të veçantë, duke tërhequr energji të reja pozitive. Është momenti i duhur për të hapur zemrën dhe për të dëgjuar me kujdes të dashurit tuaj. Bisedat e sinqerta do të sjellin afërsi të vërtetë. Në punë mund të përballesh me sfida të vogla, por intuita do të jetë aleati yt më i mirë. Merr kohë për të organizuar prioritetet dhe fokusohu te detajet. Financat kërkojnë vëmendje. Planifikimi i kujdesshëm do të ndihmojë për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Përqafimi i qetësisë do të ndihmojë në ruajtjen e balancës emocionale. Një shëtitje në natyrë mund të jetë balsami i duhur për shpirtin tënd. Mos harro të kujdesesh për veten dhe të mbushesh me energji pozitive. Peshqit. Sot do të ndjeni më të qetë dhe të përqendruar, si një det i pasur me ngjyra të reja. Në dashuri, koha është e përshtatshme për të dëgjuar më shumë se sa të flisni. Partneri ka nevojë për mirëkuptimin tuaj të thellë. Në punë do të përballeni me sfida që kërkojnë zgjidhje kreative. Besoni me intuitën tuaj dhe do të gjeni rrugën e duhur. Financat kërkojnë vëmendje të veçantë. Është momenti i duhur për të krijuar një buxhet të ri dhe të qëndrueshëm. Ndiqni ndjenjat që ju udhëheqin drejt qetësisë dhe harmonisë. Kujdesuni për shëndetin, ndoshta një aktivitet i lehtë fizik do t'ju ndihmojë. Kjo ditë ofron mundësi për të rikuperuar ekuilibrin e brendshëm dhe për të reflektuar mbi ëndrat tuaja.